Kjo deti si deti, sa asare kemi potencuar, se është krijesë e Zotit, ka krijuar Allahu për njerëz detin. E të mira të dobit e detit janë të njohura për këtë njerëzit, nuk ka nevojë me shpjegu. Por ja që njerëzit ta bëjnë haram detin, qysh ta bëjnë haram sheherin qytetin. Edhe tani, ai shkreti plaku, ai njeri devot që më marran shumë, pe katonit atje thot, po du me shkon sheher, po plasa fjallorin e vjetër, po du me dalë në qytet sheher, po me zama kesh nuk kam met me dalë në sheher. Nuk kam met me dalë. Që e bie kje, penal kushas, kush nuk ta nal, po prish. E kam prish njerëzit. Tamam e kam prish njerëzit. Sheherin qytetin ta prishin. Detin ta prishin. Tokën e prishin. Ku të shkojnë njerëz e prishin. E Allah i madhruar për këtë të Kur'an, dhahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydi an-nas liyudhiqahum ba'd alladhi amilu la'allahum yarji'un. O përhap fasadi bie rëmuj, i bie prishje kuilibrit, pezëllimi vlerave njerëzore, përhapja antivlerave. Fesad, çdo sen që është kundër ligjeve të Zotit, kundër natyrës së njeriu që është krijuar njeriu në te, është fesad. Emën i madh fesad. Allah po thot, o përhap fesadin tokë dhe në deti, dhe ja deti, për shofëm ne. Nuk të lojnë hapësirë me shku në deti, me shfryzot mirat e Zotit që ka kriju Allah. Sepse bo fesad, kam prish detin, prishin detin mileti. Shkëndeshen atje, audhu billah, së një përshkru njeri nuk më një përshkru as tutet me menun ato. Qysh njerit derin këtë deregje, derin këtë shkallë, insani, mënet me lijuve të vetën e vetë, e me shku më desh, derin atë deregje, para miliona njerëzve. Kurse ka i thët veti musliman e besën Zotin hake, deken hake, gjenitin hake, gjenhemin hake, besën Koranin, e besën ditin e kiamet edhe prap që tohën e bën, runë a Zot. Pra, për dire sa diti si deti është halal, është krijuar për njerëz, nëse gjon dikun deti ty që s'ka njerëz, pse me qenë haram atëherë? Përse me qenë haram? Për çka? Pra, në vetën e vetë nuk është haram, pa haram të bojnë të tjerët. E ti, po shkon të kënë në vend, ku të tjerës nuk pujnë me të bo haram, sepse s'kanë dëpërtu ende. Po shkon për më shefish dikun dhe një skaj, po halal është, po nuk diskutohet të qasë, së në të thot askush që haram.